Kampionati në ligën e parë vazhdon sipas orarit të parapar nga komisari i garave në Federatën e Futbollit të Maqedonisë, kështu që gjatë kësaj fundjave do të zhvillohen ndeshjet e Xhiros së 19. Ndeshjet më tërheqëse që zhvillohen të shtunën janë përballjet në Shkup dhe Manastir, aty ku takohen Vardari Bashkimi i Kumanovës, gjithsesi Pelisteri Struga Trimlum. Të dielën takohen Shkupi Arsimi dhe ndeshja derbi me Sileksit dhe Shkëndijës, ndërsa java e 19 mbyllet të hënën me ndeshjen Makedonia Gjorgje Petrov Tikveshi. Këtë fundjavë starton edhe pjesa pranverore me ndeshjet e Xhiros në ligën e dytë të futbollit vendor. Në Xhiron e 16 me fillim në ora 14 takohen Teteksi Vardari Negotinës, Kozhufi Bregalnica, Pobeda Novaci, Osogova Kamenica Sasa, Shkëndija e Haraçinës Prespa, Bellasica Ohri, Sloga Skopje dhe Detonit Plaçkovica Golemo Konjare. Kandidat më serioz për kreun e tabelës janë Ohri, Shkëndija e Haraçinës dhe Bregalnica.